Otër, sot quhet, po themi, muzeu i kujtesës, po në vërtet du të di, përpara se të kthej burg komunist, fillesat e kësaj ndërtese, kur janë? Kjo ndërtesë ishte shkolla edhe konveni i frejtërve minor franceskan. Këtu studionin studentët meshtarët ose frejtrit studentë dhe vazhdonin këtu shkollën e tyre për përgatitjen e meshtarisë. Si u vendos pastaj me ardhin e komunistëve, e morën, siç morën disa nga godinat që ishin kishave dhe vendbanimet priftërinjve apo vende të ndryshme, dhe i kthyen, i përshtatën ato që ato dëshironin. E kështu vendoset me u kthy në burg? Po, për klerin katolik. Atëherë, kjo u sekuestru sikur se gjitha konventet apo shkollat e katolike dhe u përdor për burgun e klerikëve të katolik. Dhe këtu, për këtë quhet edhe burgu i kujtesës, ose muzeu i kujtesës, sepse këtu kaluan vite të shumta meshtarët ose kleri katolik, por edhe laik të tjerë, luan të besimeve të tjera. A mendoni që ishte e menduar që klerët ishin burgosur pikërisht në vendet e tyre, pra si një lloj mendësie deri ku shkonte ky sistem, apo e pan vetëm si një zgjidhje dhe ndoshta aty brenda aty ishte edhe kjo që të bajnë nevojët edhe ma shumë që të kthejnë ambientet e kulturës ose të përqimit të zhvillimit e breznisë së re që siç ishin studentët asaj kohe, të kthejnë në tortura. Edhe kjo është një formë tjetër e vujtjes morale të klerit katolik, sepse ata do të kujtonin njëkohësisht vendin ku u formuan dhe ishin duke ecur në një hap me shumë tjerë të shoqërisë, njerëz të tjerë që aty ku do shpërndanë fjalën e Zotit, u kthy në vend torturit edhe ishte. Por nuk është që vetëm këtu kleri katolik ka pësuar, sepse ka kanë edhe në burgun e Spaçit, në burgun e Tepelenës, por ata kanë zgjedhur disa vende që për të parullur kishën, domethënë për të parullur klerin katolik, për të bërë që të vujtë gjithnjë më shumë pasi ishte truri i Shqipërisë asaj kohe. Edhe vende tjera ishin sepse ishin në masë, sepse ata kanë dënuar shumë njerëz. Në këtë pjesë, përveç elementit të asaj që ka qenë, po themi, elementi dallues i sistemit komunist, telit me gjëmba, e kam gjetur edhe në Spaç, siç ju thatë edhe në Tepelenë, edhe pse janë vende cilat për fat keq janë duke u shkatruar, ndërkohë që gjithë Europa e pjesës komuniste këto vende i ka ruajtur si një dëshmi e kujtesës. Në hyrjet muzeut kishte një shprehje që popujt që i harrojnë historinë janë dënuar ta përsërisin. Për fat keq, shpresoj që Shqipëria mos tjetë ky vend, edhe pse nuk i kemi ditë me rujt aq sa duhet. Persekutimi komunist, edhe këtu janë të vendosur, i lexoj tashmë një sër emrash, të gjithë momenti i gjyqit, apo jo? Po. O Zot im, tregon që vujtja ka qenë e madhe dhe është dash dikush më i madh se këta që kanë një fuqi të përkohen për me i dhanë forcë në këtë situatë, sepse nuk është e mundur të qëndrojmë vetëm me forcat e tona njerëzore. Ku ata kanë fjetur domethënë direkt në qementër, nuk ka pas një krevat të mirë fill, por një dyshek i lagur, tamam model i dyshekut, një bateni, apo nuk di që, pra, imagjinojmë lagështinën dhe erën e mbykur e gjitha ato. The për dritaren që është dera këtu, ka një dritare, pa i thona dritare, ose një mrim këtu, e cila shërbente për të kalu ushqimin. Kaq do më thonë? Kaq, po. Kaq për të dhënë ushqimin të burgosërve, ose thjesht për të komunikuar me ta. Asnjëherë s'ju hapi dera? Por jo, vetëm në momentin që ata kishin bërë një gjyq ose për tortura. Pra, kaq ishte hapësira, sa ishte 2 me 2. Edhe nëse do të vite dikush për t'i takuar do të afërmit e tyre, do me thanë,
vetëm në kontrollë, domethënë në praninë e ushtarëve ose të të rojes, ata në këtë formë nga largësia, por thjesht. Kjo është një nga këto. A do të shkojmë tek mthe 13 është për marrëtuesit. E cilët janë disa emra të tjerë, cilët e kanë vujt, po themi, pjesë të dënimit këtu në burgun e Shkodrës. Shof? Të është Padrezef Plumi, këtu, por edhe në Tiranë. Edhe në Tiranë. Pra është transferu edhe në Tiranë, sepse disa kanë pa paraburgimin për quajmë kështu, ose pjesën e parë këtu, por janë transferu edhe në Tiranë, për arsye se kanë pas edhe pyetësoret atje, disa objekte për të cilat janë torturuar, me të cilat janë torturuar kleri, domethënë, janë torturuar me vetë të zira në nxeto, me kuja llamsh duke futur, duke ngulur në thoj, edhe sidomos në vendet delikate të meshkujve sidomos. A më the që mbas daljes dhe mbas rënies komunizmit, Padrzefi është kthy. Është kthyer, domethënë, është kthyer tek çela e tij që kishte edhe në Tiranë, ku janë vërsia Frejtën dhe tek familja Shanov në Tiranë. Edhe ai ka ardhur në Shkodër, ka qëndruar në Shkodër, ka vazhduar të tregojë siç e ka pasur zakon. Po objektet që janë vendosur janë vendosur nga njerëzit që kanë vinë për të lutur. Ky është në objektet i pra, siç ka kanë atë kohë lidhja e durve. E durve. Shumë afër me vendin ku është bërë marrëtuesi. Ne kemi bashkëpunuar gjithmonë me frejtërit minor dhe ishim një me frejtërit franceskan minor. E njëjta formë për kujtimore apo kujtese edhe për marrëtuesin. Kjo është e njëjta formë. Këtu vinë shumë njerëz dhe nga besimi i tyre gjejnë domethënë ato formën për ta kujtuar. Kjo është dhoma ku ka ndetur 1 vit e 2 muaj bashkë me Davën, ato që ka bashkënda edhe dhomën. Edhe dhoma e saj këtu ishte, domethënë. Këtu merr për shkak të gjithë torturave të ujit ftohtë, ajo smuret edhe pastaj dërgohet në spitalin e Shkodrës, spitalin e rajonal të Shkodrës tek sanatoriumi, ku ai jeton punë javë, 2 javë, jo më shumë. Këto, siç është edhe vetë emri i muzeut, kujtesës, shqyrë paktën që ka një pjesë këtu që kujton atë për cila është jetuar në atë kohë, sepse vërtet historia e Ministrisë së Arsimit, si më thanë, ose e shkollave tona nuk studiohet në këtë periudhë, është pak mister pse Ministria e Arsimit nuk ka vendosur akoma lëndën e historisë në këtë periudhë për shkollat tona në Shqipëri. Kemi problem motër me kujtesën, me që jemi në vendin e kujtesës, me historinë. Ne nuk kemi ditë me dokumentu ndër vite dhe me duket sikur dëshira e shqiptarëve e ne si shoqëri është ta mbyllim me kapak atë kohë, por ndërkohë duhet folur dhe nuk duhet harruar historinë. Të burgut është edhe dhoma e torturave, aty ku janë edhe torturu. Dallon sa e rëndë është thjesht brenda saj, mungesa dritave gjithë. Kjo është tortura, dhoma më e fshehtë të tortura, dhoma e fshehtë të tortura ku ata, siç thash përpara, mendonin që këto tortura të mbeteshin të fshehta, të fshehura ose të padukshme, të panjohura. Këtu, siç shihet domethënë, është merren në pyetje procedura, po, dhe ata normal dëshira tyre ishte që të përgjigjen sipas çfarë thoshin ata ose të kundërshtojnë. Kjo duhet të jetë pjesa e hetuesisë. Kjo është pjesa e hetuesisë, po. Edhe këtu ishte për personin që do të merren pyetje. Po.